Pyetja tjetër është, selam aleikum është ndruar, jam një vajzë në zëdëqare me mbulesë. Dhe kemi ardhur në Kosovë në pushime me familje. Familja do më nisë nesër për jashtë, do më thënë në vendin ku jetojnë. Por më kisha pas që me i vazhdu pushime në Kosovë. I kam të gjyshin dhe dojtë ku muj me ndajt, por babi jam nuk është i pajtimi çfarë mendimi keni, Allah i rujt. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duhet me ngu babën që shtatë. Edhe nëse janë gjyshe, dojtë, ata kretë që qërë alhamdulillah që janë, edhe ka vend që rrinë, por duhet me u bind urdhit babës. Kur thot nuk duhet me nejtë, nuk duhet me nejtë. Edhe nëse s'ka arsye, edhe se s'ka arsye. Prindi e din situatën ma largë se sa e din fëmit. Edhe prindi zakonshëm nuk planifikon as nuk mendon as nuk jep urna që e shkon në dëm të fëmijëve. Edhe nëse parimisht duket i vrasht, vendimi i prindit është i drejtë. Jem të folë gjithmonë për prindin që është besimtar, mrena logjike si arsyeshëm e tjera. Dhe për këtë kanë shumë argumente. Për tyre Ibrahimi alayhis salam ka shku me vizitu Ismailit. Prej Palestinës në Mekë. Ka shku se ka gjetë në shtëpi. Veç udha që u bo në kom gjithë sipërfaqja shumë e madhe. Dhe në transmitimin e saktë ka dalë gruaja e Ismailit, ka thonë nuk është se s'ka njoft, edhe ka pyet çish po jetoni, ka thonë kur qyshiq, ka thonë kur vin burri atë thoj, o ka një njeri kështu, ka porosit ndroje pragun e shtëpisë. Kërkarë Ismailit ka tregu, Ismailit alayhis salam ka thonë ai ka qenë baba jam, edhe më pas ka urdhëruar me të lëshu, edhe ka lëshu. Më thonë jo për pushime, po thot baba ti do të më lëshu gruan, të më lëshu. Një babi përgjeshëm, i arsyeshëm, besimtar i logjikshëm, sa ai nuk thot kot. Ka diçka që të thot ai. Me nisë me zbuluar situatën, po akia bot belo. Se nuk i thot kërkush fëmijës vet, i arsyeshëm, me bot diçka që është keq për ta. Se këta janë amanet prej Allah subhanahu wa taala, edhe për këtë dynjë dhe për botën tjetër. Thot mosri. Kam aty me shku, kam aty shqyqyr që ka, mirë po, u duhet me dëgju, me nështru asa që thot prindi, Wallahu a'lem.